محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet të takojnë Allahut të madhëruar, ndërsa selati dhe selami janë për të dërguar në ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët me mirësi dhe sinqeritet pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, në këtë ditë të madhështore marrim mësime prej personaliteteve legjitime, të cilët Allahu i madhëruar na i ka treguar në Kur'anin famullar. Prej tyre është Ibrahimi alayhi salatu wassalam, i cili na mësoi se si duhet të jetë një prind i përkushtuar dhe si duhet të jetë njëkohësisht një rob i Allahut fuqiplot, i cili kënaqësisë së Allahut fuqiplot i jep përparësi para të gjitha dëshirave dhe ëndjeve të veta. Kënaqësisë së Allahut duke e synuar atë i jep përparësi edhe më shumë se atë që ndoshta shpirti i tij e konsideron më të dashurën. Gjithashtu duhet të marrim mësim edhe prej robit tjetër të Allahut, Ismailit alayhi salatu wassalam, i cili ishte i gatshëm të pranoj sakrificën e jetës së vet, edhe ky prap për të synuar kënaqësinë e Allahut fuqiplot në radhë të parë, por njëkohësisht edhe dëgjueshmërinë dhe respektin për prindin. Andaj jeta jon funksionon në këtë lidhje. Një lidhje vertikale që e kemi me Allahun fuqiplot. Kënaqësinë e cilit duhet ta synojmë në radhë të parë dhe në çdo rast të jetës tonë, dhe funksionon gjithashtu edhe në rrafshin horizontal, ku kemi pastaj obligime dhe përgjegjësi edhe ndaj prindërve, edhe ndaj të afërmve, ndaj evlatëve, edhe ndaj shoqërisë dhe kështu me radhë. Dhe sa të jetë besimtari i vëmendshëm edhe i vetëdijshëm për këto përgjegjësi të cilat i ka, për aq do të arrijë që si rezultat ta fitoj epitetin e bamirësit. Allah i madhruar e quajti Ibrahimin, robin e vet, ti e njëni prej bamirësve për shkak të asaj gatishmërie që patmi u përul Allahut të madhruar deri në maksimum. Ndërsa kjo bamirësi e tillë, çfarë e promovon Kur'ani, edhe çfarë e lyp Allah i madhruar prej neve, është pikërisht ajo e cila jetës son i jep kuptim. Asaj i shton vlera. Edhe çdo punë të cilën ne e bëjmë, kur e bëjmë me bamirësi, atëherë s'ka dyshim se ajo e arrin një cilësi, jo thjesht veç për të qenë vepër e pranuar tek Allahu fuqiplot, por edhe për të shpërblyer shumë për te. Gjithashtu duhet ta kuptojmë në rrugëllazën se mesazhi i këtyne obligimeve dhe dispozitave, që njëkohësisht është edhe mesazhi i kësaj dite, nga se e kemi ditën kulmore tonën me kurbanin, po e kemi ditën kulmore të haxhilerëve që kanë shkuar me e kry haxhin. Edhe ata i kanë do obligime pak më ndryshe, mirë, po edhe ata sot e kanë finale. Dhe në të gjitha këto mesazhi i ditës së Kurban Bayramit është mesazhi i gatishmërisë për sakrificë, i gatishmërisë për të dhënë për me mujt me arrit. Nuk mundet njeri me fitu pa sakrifiku. Nuk mundet me arrit të dashurën pa e ofru të dhimbshme. Në raport me Allahun, Allahu nga njëherë edhe nuk ta merr, por edhe kur e merr ta kthen me shumë fishin e vlerës edhe të shpërblimit, mirë, po jeta është e këtillë. Nuk mundesh me avancu pa u lodh, nuk mundesh me fitu pa u ndjerësit. Mbadje nuk mundesh me arrit të arrithunat e mëdha nga njëherë edhe pas sakrifiku deri në xhakosje. Kështu që kjo vetdije, nëse na përcjell kësaj, edhe arrim ta kuptojmë rolin ton, e arrim njëkohësisht që brenda kornizës së dëshirave dhe planeve tona, ta fusim edhe interesin e përbashkët edhe atë të përgjithshmin, atëherë s'ka dyshim se na kena me qenë të arritën. Na kena me qenë fitimtar, na kena me qenë ata me të cilët Allahu ka me qenë i kënaqur, e ai njeri i cili arrin me fitu kënaqësinë, me meritu edhe me fitu kënaqësinë e Allahut fuqiplot, ati kur gjon këtë jetë, as një jetën e përtejme nuk ka me i mungu. Allahun e madh e lutim që të na bekoj, e të na udhëzoj, të na dhuroj sinqeritet në fjalë dhe në vepra, të na begatoj me mirësi, me mirëqenie, me rahati, me siguri, me unitet dhe dashni e respekt për njëri tjetrin, me dashni për këtë vend edhe për të mirën e këtij vendi. Allahut na i bekoj familjet tona, Allahu i falt prindrit tan, ata që kanë vdekë, edhe ata që janë gjallë, Allahu i rujt edhe i udhëzoft evlatët tanë edhe rinin tonë, neve na dhash sukses në përkushtimin ndaj tij. Për herë kohët Bajrami, Allahu i dhash shumë begati juve, familjeve tuaja, edhe tonave, edhe atyre që i donë edhe ju dojnë.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله